Kthehemi tani në studio, në Sportfolio. Dy mysafirë tani kemi në studio. Në krahun tim të majt është Lisjeta Thaçi, kampione ballkanike në Paraglide. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Edhe në krahun tjetër Fanol Shala, nën kampion në ballkanik në Paraglide, po vin me një sukses të jashtëzakonshëm, është cilësu si rezultat historik. Po fillojmë me Lisjetën pasi kemi të parë për herë parë në studio. Çfarë ndjenjë është me triumfu me një garë të këtij niveli edhe me arrit një rezultat kaq të madh bashkë me Kosovën, bashkë me pjesëmarrës tjerë nga Kosova? Përshëndetje Spari. Normalisht unë jam shumë e privilegjuar që kam pas rastin me marr pjesë në garën e parë që u mojt ndonjëherë në Ballkaniad. Aq më tepër me medalje suksesshme prej kësaj gare, është një emocion shumë i veçantë dhe i rëndësisë të madhe edhe për mua si pilote që kam pas mundësinë me marr pjesë këtu. Panol, a është ky momenti kur kur i gëzosh edhe vendin dytë në Ballkanik pasi ke pas migjenin para teje? Me thot që i vetëmi moment që i gëzona kur dikush për klubit tem del para meje, se për ndryshe për tjertë unë shkoj për vend të parë, nuk shkoj për dytën asnjëherë. Amo ke shumë interesant, betejë ka qenë shumë interesant. Çështje milimetra ka qenë përcaktimi i vendit të parë dhe vendit dytë. Por 1 centimetër. Pse është cilësu si rezultat historik ky Paraglidit Kosovës? Për arsye se ne kemi tregu rezultate historike në botë dhe Federata Aeronautike Ballkanike është hap për herë të parë, ka startuar dhe për herë të parë na marrëm gjitha vendet e para, si Kosovë. Do të thotë vendet e para të meshkujt, të femrat, të kategoria e ekipeve, juniorat, të gjitha vendet na dalëm suksesshëm, se për arsye na jena përgatitur për botëror dhe këta në fakt nuk e shohim fort. Në një farë lloj para përgatitje vjen. Po, patjetër. Çka të ka tërheq me u inkuadru te sporti i Paraglidit, ose më saktësisht kush është personi që të ka tërheq me u marrë me Paraglide? Fillimisht unë Paraglidin e kam provu vetëm si atraksion, edhe mandej ka vazhdu me dasht me zhvillu sikur sport që kom dasht me bo veç për vete, për qeftamin, po që momentin që ju kom bashka në gjithë klubit Shqiponia të Kastriotit u kon e pashmangshme dëshira për me vazhdu si sport edhe me sfidu edhe limitet e mia. Në Ballkanik, sa ke pas konkurencën e fortë aty ku keni garu në konkurencën e juaj? Po konkurencën më të fortë faktikisht jo vetëm në Ballkanik, po në çdo garë që shkoj e kam Anisa Shalën, e cila është vajza e trajnerit tonë. Kështu që është konkurenca jam e vetme, të paktën në garat ballkanike, në garat vendore, Anisën e kam konkurrentën të më të madhe dhe ndodh shpeshherë që edhe ma merr venin, po e bojna si me ran kështu. Me marrëveshje. Me marrëveshje kemi. A është e vështirë me pas edhe vajzën Paraglide? Po, puna në aspektin e trajnerit shpesh del për te i prindit. Unë e kam vendos me shku në këtë formë edhe nuk është e lehtë me i pas studentat me vete në garë, se është shumë komplikim për emocionet tua mas pari, ku dihet që në këtë garë në precizion duhet me ka emocionalisht shumë i qetë dhe shumë stabil. E unë bashkë i qetë s'muj me ka se cilën student që e shon ajer, unë do të më marrë me to dhe e ndi çdo moment ty në çdo lëvizje që e bojnë ajer nuk është e lehtë as pak. Mirë, po kur e di trajnimet që i kom dhanë këtyne dhe i dhanë çdo ditë, unë njëm pak ma i lesun se e di që asnjëherë një problem të vogël nuk e bojnë ajer se kanë bërë servitje non-stop, edhe i kanë kry trajnimet e sigurisë lartë, për mua kjo është në rregull dhe gjithçka e kaloj me lehtësi. Nëse dikush ka femrat kërkon me u inkuadru në Paraglide, cila kish me qenë arsyeja që i propozohet me u marrë me Paraglide? Se shumica e llogaritin edhe është realisht sport me rrezikshmëri pak më të lartë. Po, hen tek sportet ekstreme, po ne kam thënë edhe më herët, sikur çdo lloj sport tjetër edhe sikur gjithçka në jetë që e bëjmë, nëse e bëjmë tu ju përmbajt rregullave, atëherë nuk është as pak sporti i rrezikshëm, përkundrazi ta jep një qetësi që ndoshta asnjë sport tjetër nuk mundet me ta dhënë. Kështu që është një prej sporteve dhe prej gjanave më të bukura që e kam përjetuar në jetën time, edhe nëse don diçka të veçantë edhe përkundër kësaj lyp për kushtim shumë të madh, sidomos precizioni, këto duhet me pas parasysh, po që është prej sanave më të veçanta që mundet me i bë dikush. Kemi edhe në Kosovë tash gara.
në e radhës me sa e pash ke Sohareka. Është seria e 5 e kampionatit kombëtar shqiptar. Si tash dihet që është veç viti 13 që na e kemi bashkëpunimin me Shqipërinë, po, do të thotë kampionatin kombëtar. Ata vinë këtu, ju shkoni atje vazhdimisht. Janë 6 gara që zhvillohen brenda vitit. Tash po zhvillohet veç seria e 5 e kësaj gare, do të thotë në Soharek. Mas ne kemi edhe Korçën, edhe mbyllet me Prishtinë bëhet finalja për krejt këto gara që janë mbajt, edhe shpallet kampioni për këtë vit, sikur edhe vitet tjera që kanë qenë. Sa garus pritet me marr pjesë në Soharek? Dikon të afër 40 garus. Përfshi Shqipëri-Kosovë. Po, Shqipëri-Kosovë, po vinë edhe shtete tjera, së është gare hapne, vinë edhe Bullgaria, Maqedonia dhe vinë vende tjera për rreth. Fantastike. Po. Para saj ke edhe Shkodra me sa e pash. A keni marrë edhe ju pjesë në Shkodër? Qysh ka si përvojë? U konë një përvojë shumë e mirë, gara u konë shumë e ngushtë. Prapë ngushtë aty, ja? Shumë ngushtë u konë. Po që ka njëherë lu një përqindje e vogël edhe e fatit në këtë garë, kështu që Anisa për pakës i kive një parë. Se thash, si në çdo garë tjetër, Anisën e kam ofër, na edhe trajnimet i bojmë tonë kohën bashkë, është një pilote e shkëlqyshme edhe në çdo sport ndoshta veç 1% lun pjesë fati, kështu që ka një herë që kjo 1% që herë po dala në herë knej, po që. Edhe plus po flasim për një sport që kërkon shumë precizitet në fund, është milimetrike. Shumë logjik, shumë stabilitet, për ndryshe nuk mundesh me bë. Muni sa më intereson. Kjo pjesa e vendosur poshtë, ku preket me kompo. A është elektronike apo dikush e mat me milimetra? Po, 16 cm janë elektronike, që ndezet momentin që te prek me kam. Okej. Edhe masa saj matet prej pikës 0 deri në 2 metra, do thotë matet sa do që të prek kama jote jashtë, nëse del jashtë 2 metrëshet, atëherë llogaritet 2 metra, është maksimumi i kësaj. Okej. Ma herët ka qenë 5 metra, po kur dihet që është precizion, kanë vendosur me bavesh 2 metra, se përderisa ti sin 2 metrash, atëherë si bjen që është. S'ka efekt, po dhe? Na momentin që shkojmë në kampionate botërore, unë kam vendosur për ekip temin me bën që nëse veç në stërvitje kaloj mbi 3 cm me llogarit që kam ra jashtë, do me bën çat sistem se për gara botërore është niveli i çaj. Momentin që kalon 3 cm ti nuk je më pretendent për vend për podium. Më pëlqeu edhe fakti i ranglistës botërore. A ishte e 5-a, 6-a nëse s'jam gabim? Prej 300 sa garuseve mbu. 316. 316 saktësisht. Sa e krenone me veten ku ka rrit? Nuk. Se ka njerë duhet një hapur dhe lavdata dhe vetës, se nuk është që arrin rasisht. Është mesin e 316 femrave me qanë 6 e 5 është koxanal. Është e vërtet, kemi punu tepër shumë për këtë pjesë, po që nuk është momenti me i dhënë lavdata hala vetës, për shkak se qëllimet tona janë shumë më të mëdha, edhe ndoshta fakti që unë jam inkuadru shumë shkurt, nuk kam shumë vite eksperiencë në këtë sport, nuk po du me gëzu shumë veten edhe me lavdu shumë veten, me lasdru me një farë forme, për shkak se ka hala shumë rrugë për me bë edhe shumë punë. Nëse deri tek vendi i 6 u kon që ka që fështirë sa u konë me më rritë, ta shëtutje nështë ako më konë edhe njerë ma fështirë, kështu që do të me mësu vetën me punu hala ma shumë për me më rri ku e kena qëllimin, kështu që njëherë ta mojmë humble, qështu për toke pak se. Shumë mirë, korrekt. Panol, a i kem kushtet e nevojshme në Kosovë? A mbështetet paraglajdi sa duhet në Kosovë? A operohet fështirë? Në fakt, shumë ka qenë i lanë anash, është e mira që sukseset tona kanë arrit me pruni një sistem ndryshe, se të arrish nivele botërore do të të në top 10 e parë të botës, me prunë Kosovë në vendin e tretë. Kjo është një mundi madhë, vetëm ata që kanë kaluar për atë rrugë dinë sa është sakrifice madhe për me mujt me arrit këtu. Po unë gjithmonë e kom përdor atë sistemin edhe për ata kështu lidhe dhe të këto dyja, të Anisa dhe të Anisa për ndryshe ka vetëm 14 vjetë. 14 vjetë, po. Kështu lidhë të këto, e mira është në kom thot gjithmonë. Na duhet me luftu me zveti, me luftu në të aspektin sportiv. Pozitiv. Do të me luftu me zveti, se të ushtyna fort me zveti, na jarrim majet e botës. Do të edhe kjo është qëllimi jam, e mira është që Anisa me lisjetën të në kohën stërvitin bashkë, të në kohën shtyjen edhe luftojnë shumë për atë vend,
Edhe kjo është forma më e mirë që këto kanë mi prek podiumet e botës, edhe në fakt i kanë prek të dyat, kjo është e 6, ajo është e 10 tash në botë. Do të thotë në renditjen e fundit që ka dalë që është rifreskuar rezultati, Anisa ka dalë e 10 për i venit 28 nëse zgaboj që o ka të femnat, Lisjeta ka ndru pozicionin nështë për një vend, mirë po ka dalë ma poshtë, se tash është kjo e tha dhe vetë që është gara pak me ngushtë, edhe nëse te tash ka bo këto që ka bo, i do të fishi punës për me mujt me mri aty ku kjo, po kjo unë shumë shpresoj dhe di shumë mirë të e ditë karakterin e kësa dhe të Anisës që këtu se kanë synimet të femnat, këtu e kanë rezultate të përgjithshme. Edhe në shumë shpejt shpresoj që këtu mi po në top 10 e botës aty ku jam unë. E jo të femnat se aty unë menoj që këtu edhe një kohë këtu s'ka një po ato vena. Disi me t'i fshi krejta. Faktikisht. Po luftojmë shumë që edhe në Do është avis me të pyet fillimisht që sa të ka bo periudhë që merresh me paraglide? Unë nuk ka 2 ditë që veç e këshyra qëto. Kam fillu me trajnime me 3 qershor 2023. Po që prej asaj periudhe e kom pas një pauzë një 7-8 muaj shkakuj një lëndimi, mandej një 3 mujarësh e kom pas shkakuj sezonës, punës e kështu, angazhime tjera. Sa vjen një vjet 2 maksimalisht? Një vjet e ka kështu intensiv. Do më thotë që ka përkushtu dhe ka thonë po du me ba. Se me rëndësisht me dasht, tani pjesa tjetër nuk është punë. Po është punë. Punë, veç punë. Po realisht nëse veç i përkushtohesh shumë, nuk është diçka e paarritshme. Rëndësi ka shumë seriozitetin punë, edhe nëse ti veç i çet synime vetës edhe punon drejt ty në çdo ditë. Planet në vazhdim për këtë vit, besoj jetë në ngjashme botërori, nëse e kuptova drejt. Gara më e rëndësishme është botërori që e kemi tashti, po që i kemi edhe garat kombëtare që duhemi me punu fort aty. Po është një farë lloj ndihmëse për te botërori, besoj kjo pjesa e kampionatit. Patjetër, po na kena bërë servitje non-stop, se kur jem kohë të mirë na çdo herë jem në servitje. Edhe mira kësaj është që na prej 7 vetëve që jem komplet prej krejt Kosovës, pe klubit tonë jem 3 veta që marrëm pjesë në këtë kampionat. Do të thotë veç pe klubit, a 7 janë gjithsejt krejt Kosovës. Plus e kemi edhe gjyqtarja vetme që është që na përfaqëson si gjyqtar në kampionat botëror është Leila Voshnjak, që po ashtu pe klubit tonë, që është një diçka rezultat i punës të madhe, i sakrificës, edhe unë po them që asnjëherë shumë njerëz nuk e shohin anën tjetër të medalës, gjithmonë na shohin pamjen e parë të asaj që është paraqitja veç. Po paraqitja. Mirë, po nuk e shohin atë sakrificën e madhe çka kena bën derisa kena mrit në atë podium ku edhe dalëm tash, gati thojës në çdo garë. Nashta një kohë në kom dasht me gjetë njërit vendeve të ndryshme për me mujtë me servit me to, me arrit nivellet ku kom dasht edhe se kom pas një synim. Mira e ton studentave të me dhe klubit e është që tash po serviten me top 10 e botës dhe e kanë të shtëpia, e kanë shumë atlet. Për mu, sigurisht që ka qenë me zashtë. Dasht në figur. Për me gjenin ka qenë mas me o kanë pak ma letë dhe për të së ka letë se ka pas angazhime tjera, mirë po është shpirt sportisti dhe do të ka jetë shumë. Arbri djali i Gjenit po ashtu është me 14 vjet edhe ka arrit tash medali 16 në botë, është në top 3 i tretit e juniorat e botës, do të thotë Arber Sharda. Me vetëm 14 vjet, do të thotë 6 muaj kanë mes me Anisën, Anisa është 6 muaj më e madhe se. Nuk e din sa mbohet shefi që kemi në Radio Duka Gjeni emision tillë që merrem me sport çdo ditë edhe i dëgjon këto rrëfime, edhe eksperiencën si të Lisjetës, si të krejt garuzëve, domethënë është me të vërtet motivuese se na jemi mësuar shumicën e kohës me rezultatet kështu si në tavolinë, diqysh mundin e din veç ata që marrin pjesë. Edhe për fund, dashta me të pyet për punën e rekordit, edhe një mirënjohje tjetër. Po, edhe kjo lidhet me punën tonë. Gjithsesi, ajo ka qenë një synimi jam edhe ka qenë një prej ëndrave të mia që me bani rekord botëror, edhe ka dhe ja doli. Ai fati pak i Lisjetës që po thotë më prini edhe mua se nuk e kom lënë për servitje, mirë po aty duhet edhe pak fat. Edhe më rrina me të njëjtën kohë, me të njëjtin rezultat, më rrina me thy rekord evropian dhe botëror 2 atë njëkohësisht. Edhe
e mira tash që më ka ardhur diploma dhe pse me dokumenta më kanë bërë problem. Po gjë shumë mirë, po arrita me bë dhe më ka ardhur diploma prej Federatës Ndërkombëtare. Tash këtë vit prapë kam bën rekord tjetër, po rekord evropian, se për një prekje nuk mujta me mri me thy rekordin botëror prapë. Po një tjetër nivel, jo një gjaj shumë me këta. Se ajo ka qenë 33 ullje ma poshtë se 5 cm. E kjo ka qenë 4-0 radhas dhe një mas një, që e ka edhe migjenit njëjtin dhe të rekord evropian. Unë ju falenderoj dyve, falenderit shumë për rëfimin, edhe për krejt atë që ka ndodhur në Ballkanik. Ju dëshiroj shumë sukses juve dhe ekipit, edhe në botëror, edhe shpresoj që e theni këtë rekordin e Ballkanikut të kaloni si rezultat. Edhe nuk dyshoj atë dorën zamër. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Unë veç kisha dësht me shfrytzu rastin mi falenderu të gjithë ata, të ju përfshi edhe juve si media, që çdo herë na kanë qëndru pranë, dhe të përfshi edhe komunën time, komunën Nobiliqit, që hapat e parë të shtymes me mjete, me gjana mi kanë dhënë ata. Edhe nuk kam çare pa i përmend se secili njeri që na ka dhënë sa do pak në shtyme për neve është fuqi e madhe për me vazhduar dhe me ecë përpara fuqishëm. Faleminderit shumë. Shumë sukses.